Për pikave të Ramazanit cila është me di çka kërkon. A je bo konkurent për me hinë xhenet ajo? A e ki këtë çështje nafile, a e ki jetë vdekje? Nëse njëri për neve lajmërohet, qoftë në kancer, qoftë i verbër, qoftë i shurdhër, qoftë i paralizum, Zotin harujt, dhe lajmëron dikush se filan mjeku ka mundësi djalin tan apo ty apo dikant të afër me ta shurue. Po merre mangat vetën apo djalin, e cila është raporti më i kapshëm dhe më i ngjeshëm. Filan mjeku ta shëron. Nëse i verbër ja bjes shikimin, nëse ka një smujë tron, ja largon smujën. Si e prat atë mjek? Si e shat mjek? Si e shat njëri i cili t'i jep të hollat për me pagujt atë mjek? Me sa mallështi eshe, me çfarë emocioni eshe, çish e priti ata? Apo sa mangat që ti e ki këtë smutin, aq ma shumë ma të madhe shë mjekun, apo? E na, a e kemi seriozisht me pështu për gjenemit, a e kemi muhabet? A e kemi seriozisht me pështu, a e kemi muhabet? Muaj i Ramazan është si Jusufi me djemë të Jakubi. A i ka pos 12 djemë. Pitën e Jusufi, Ramazani Allahu Gjelle Gjelalu është më i dashurit e Zoti. Shumë e danë Allahu te bareke ve teala. Dhe për këtë dashuri, Allahu dhe kosmosin e ndronë. Kretë, universin, ban ndryshimet moja, Zoti jonë te bareke ve teala. Melaqët kanë punë të madhe në Ramazan. Sepse ju vinë detyra. Ha? Lejletul Qadr, pse është ju Lejletul Qadr? Masa morin. I mbledh Allahu Gjelle me laçet dhe ju jap detyra. Për një vit çdo detyrë i keni. A më paranu si pranojnë ato detyra? E mdoja. Andaj Allahu këtë muaj e do shumë. Kjo test për neve, a e dojnë ana çka e do Zoti te bareke ve teala. E dyta, Jusufi ishte më i dashuri, më i miri, më i bukuri. Andaj Ramazani i ngjan Jusufi shumë. Në raport me vëllezërit e tij, është më i miri, më i këndshmi, përfitojnë prej tij dhe të tjerë. Apo, andaj ata shekshin vllazërit e vet, megjithatë kur kërkuan sa ta ka, çfarë va? Ju dha. Andaj Ramazani i ngjan kësajna. Na e kemi mbush trajcën me gjunahe. Në Ramazan veç mi thonë Allahu Gjellu Ala, o Zot, a ban me mu falë për këtë në, ta falë Allahu Gjellu Ala. Ibn Gjauzi vazhdon dhe thot shikoj një moment shumë të rëndësishëm të Jakubi me Jusufin dhe me djemë të tina. E pasaj krasoj me Ramazanin. Kur vërbue Jakubi, 11 djemi kish nga të. Ato punojshin, jetojshin, ato të pashëm, ato të ishin të mirë. Në kuptimin raport me babën, ato babës kur që nuk i bashin kuptimin fizik, aksoshin këtë pun. Apo me gjitha ta, thot Ibn Gjauzi, aroma, era, puna, afërsia, prekja e dorës, 11 djenve nuk e bani që Jakubin mi arë shikimi. Thot ndërsa nuk u dasht as Jusufi me ardhë për mi u këti shikimi, veç këmisha, era. Kështu është Ramazani me besimtari. Veç e erën kur janë in, dishka të ndruhe, dishka të ndryshue. Anda, ku të hinë Ramazani, paramlo kur atakue Jusufi me Jakubin, që ka ndodhë? Kharru lehu sujjada. Këtë sejtë dhe i ka ra edhe pse ata, a i kam pas shëriat lejume sejtë, nëse kenet lejume, por për i madhështis të madhe kur ataku baba me birin. Apo, Allahu Gjelle Gjelalu ja ka leju atë në mira sejtë njëri të përshëndetje. E kanë përshëndet me madhështi Jusufin a.s. Pse? Sepse ka qenë prej të mirave të Zotit Gjelle Gjelalu dhe pozitës që e ka dhënë Allahu te bareke ve teala Jusufit. A e ninën a këtë aromë? Sa verbëria, sa gjunaj, sa krimi, sa bërlok zemra është bëhe 11 muaj, sa shikimi haram. Sa shikimi haram. Sot në telefon të sa shikon haram Zotin arrujt dhe i rushëshin e muslimanëve. Në Ramazan e ki mundësien menit kalumet Ramazanit me tarë shikimi. Andaj duhet këtë Ramazan me e shfrytzu në maksimumin e tine. Andaj tha sallallahu aleyhi sallam, me pa ju, që akun pa une, s'kesh një kur. Një të pa me gjenemit, me pa njeri, kur nuk kesh. Reflekton gjenemit e aja hek të kesh më kur. Një pa njeri që ka përjetu luftra, ka pa vrasje, apo disa jesin me të meta, kur s'bonot njeri maj. Po disa tjerë që ka bon, reflekton taj që ka pa aj. Apo, këni pa njeri kur e shenë një ndeshet vogël. Me orë të tëra së në badra atë të shpija. Pse? Thotë po mdela jo s'kena për para. Po me pa gjenemin e Zotit Gjelle Gjelalu. Apo me pas pa gjenetin. Andaj pejgamberi alayhis salam çfarë tha? Kur e krijoi Allahu Gjelle Gjelalu gjenetin, Gjibraili e veti tha, ja Rab, për kana që kjo? Tha, për ropë të mi.
musliman. Kër e kroi xhenemin, tha o Zot, për kanë është kjo? Tha për robët e mi pa besimtar. Çfarë tha? Kër e krijoi xhenetin Allahu xhelle xhelalu, i tha për robët e mi. I tha Gjibraili, ja rab, s'ka me met dikush pa me dash me një qëtu. Apo? S'ka me met, s'besoj që dikush kur ta shohë që këtë vend. Apo? S'ka me met dikush pa i këtu. Atër Allahu xhelalu e bani një hap, e rrethoj me vështirësia. Atër Gjibrili tha, ja rab, o Zot, a do të hihet dikush këtu? Apo? E xhenemin e rrethoj Allahu xhelalu me epshe. Xhenemin, zjarmin Allahut e rrethoj me epshe. Andaj për me shku në xhenem nuk duhesh mosikletar. Veç drejt shkon çishta more menja, veç i plotson këtë çejfët drejt në xhenem, Zoti na ruaj xhenemit. Andaj pika që duhesh me da këtë Ramazan, a doj me një xhenet për një me ajo? Duhet me shiku këta. Dhe thash krahaso Allahu ka dhënë shumë prej shembujve.